Në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve janë paraqitur 16 ankesa në lidhje me procedurën për përmbledhjen dhe përcaktimin e rezultateve të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, të cilat u zhvilluan të dielën më 2 nëntor. Afati për paraqitjen e ankesave përfundoi sot, 48 orë pas shpalljes së rezultateve fillestare të zgjedhjeve. Ankesat u paraqitën nga Hachim Ramadani në lidhje me procedurën për përmbledhjen dhe përcaktimin e rezultateve në 8 qendrat e votimit në Bërvenic. Në këtë komunë, në raundin e dytë të zgjedhjeve, Jovica Ilievski, mbështetur nga VMRO-DPMNE dhe koalicioni, fitoi me 4374 vota, ndërsa Ramadani fitoi 4224 vota. Koalicioni Maqedonia paraqiti 10 ankesa në lidhje me qendrat e votimit 2956, 2971 thyer për 1, 2973, 2959 thyer për 1, 2955, 2956 thyer për 1, 2959, 2961 thyer për 1, 2961, 2971. Unioni i Romëve ka paraqitur ankesa edhe për Shuto Orizaren për qendrat e votimit 2966, 2962 dhe 2961. Në këtë komunë, në raundin e dytë të zgjedhjeve, Kurto Dudush nga Unioni i Romëve fitoi me 3894 vota, ndërsa Erxhan Demir, i mbështetur nga koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, fitoi 3406 vota. Koalicioni Përvojë për Sukses, i cili mbështeti Stefço Jakimovskin për votimin në Karposh, paraqiti ankesa në lidhje me përmbledhjen dhe përcaktimin e rezultateve për qendrat e votimit 2631 dhe 2613. Në Karposh, kandidati i mbështetur nga VMRO-DPMNE dhe koalicioni, Sotir Lukrovski, fitoi 13512 vota, ndërsa Jakimovski fitoi 12378 vota.